Marrëdhëniet mes Bashkimit Evropian dhe Shteteve të Bashkuara po hynë në një fazë të re përplasjesh pas paralajmërimeve të presidentit Donald Trump për vendosjen e tarifave ndaj vendeve evropiane. Burime diplomatike bëjnë me dije se BE po përgatit një paketë kundër masash tregtare që mund të arrijë vlerën e 93 miliardë euro, duke synuar eksportet amerikane drejt tregut evropian. Shkak për përshkazimin e situatës u bë deklarata e Trumpit, cila njoftoi se do të aplikojë një tarif 10% për eksportet nga Britania e Madhe dhe vendet e Bashkimit Evropian derisa të arrijë një marrëveshje që Shtetet e Bashkuara të brejnë Groenlandën nga Danimarka. Kjo kërkesë ka nxitur reagime të forta në kryeqytetet evropiane, ku është cilësuar si presioni papranueshëm ndaj një vendi antar të BE-s dhe NATO-s. Në një takim të zhvilluar me Bruksel, të dërguarit e vendeve anëtare diskutuan aktivizimin e mekanizmave më të fortë të mbrojtjes së bllokut. Presidenti francez Emmanuel Macron nuk ka deklaruar shteteve anëtare të mos përjashtojnë përdorimin e asaj që ai quajti bazuka tregtare, një instrument që do të kufizonte aksesin e kompanive amerikane në tregun unik evropian. Ndërkohë, kryeministri britanik Keir Starmer ka zhvilluar një bisedë direkte me presidentin Trump, duke i kërkuar që Britania të mos të shkohet për kundërshtimin e përpjekjes amerikane për të bler Groenlandën. Starmer theksoi se vendosja e tarifave për arsye që lidhen me sigurinë kolektive të aleatëve të NATO-s përbën një precedent të gabuar dhe të rrezikshëm. Edhe kryeministrja italiane Giorgia Meloni e konsideruar si një nga aleatët evropiane më të forta të Trumpit, u shpreh se tarifat janë një gabim dhe se përshkazimi tregtar nuk i shërben askujt. Nga ana tjetër, kryeministja daneze Mette Frederiksen reagoi ashpër duke akuzuar drejt për drejt SBA-n e bardhë për shantazh politik dhe ekonomi lidhur me Groenlandën. Pavarësisht reagimeve evropiane, administrata amerikane ka forcuar qëndrimin e saj. Sekretari i thesarit Scott Bessent deklaroi se SBA-ja projekton forcë ndërsa Europa sipas tij po shfaq dobësi. Ai theksoi se presidenti Trump beson që siguria strategjike e Shteteve të Bashkuara nuk mund të garantohet pa përfshirjen e Groenlandës në territorin amerikan. Tensionet pritet të jenë në qendër të diskutimeve dhe në forumin ekonomik botror në Davos këtë javë, ku udhëheqësit evropian dhe presidenti Trump pritet të përballen ballë për ballë në përpjekje për të shmangur një luftë të hapur tregtare mes dy brigjeve të Atlantikut.